Një 27 vjeçar është arrestuar sot nga autoritetet në Prishtinë në një operacion të koordinuar të Fast Kosova në bashkëpunim me Prokurorinë Speciale në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar për kapjen e personave të rrezikshëm në kërkim. I arrestuari është Liri Donfetaj, i cili ishte në kërkim nga autoritetet daneze për veprat penale vrasje dhe lëndimi i rënd trupor, sipas të dhënave të publikuara nga autoritetet europiane të sigurisë. Fetaj dyshohet për përfshirje në 2 raste të rënda kriminale në shtetin e Danimarkës. Rasti i parë daton nga prilli i vitit 2020 kur një person u qellua për vdekje në një parking publik, ndërsa rasti i dytë lidhet me një incident të ndodhur në nëntor të këtij viti, ku 3 persona u qelluan me armë zjarri duke rezultuar në 2 viktima. Autoritetet daneze e konsideronin atë një person me rrezikshmëri të lartë dhe të lidhur me grupe kriminale të organizuara, ndërsa emri i tij ishte përfshirë në listën e personave më të kërkuar në Europë. Pas më shumë se 6 vjetësh në arre tij, ai u lokalizua dhe u arrestua në Kosovë, fal shkëmbimit të informacioneve nëpërmjet institucioneve vendore dhe partnerëve ndërkombëtar të sigurisë. Burime nga organet e rendit bëjnë të ditur se arrestimi është realizuar pa incidente dhe se tashmë ka nisur procedurat për ekstradimin e tij drejt Danimarkës, ku pritet të përballet me drejtësinë për veprat për të cilat akuzohet. Operacioni sotëm konsiderohet një sukses i rëndësishëm i Kosovës në luftën kundër krimit të organizuar dhe dëshmi e bashkëpunimit efektiv me partnerët ndërkombëtar.